falenderojmë Allahun xhaleshanu, krijuesin e gjithësisë, shndruesin e vetëm të ditës së gjykimit. Salavat e selamit ja dërgojmë të dashurit Allahut dhe dashurit të Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar xhamat, pasi që jemi në fund të vitit hënor islam dhe po futum në vitin e ri, e që ky vit jo rastisht ka mbet si ndodhi që prej saj me fillu numrimi i viteve tek muslimanët, e që nëse nalesh edhe e këshyr historinë se çfarë ndodhi u kanë, çka ka ndodhur te muslimanët, çfarë vujtje, çfarë maltretimi, çfarë sakrifice, çfarë vetmohimi është desht me bu muslimanët, krye me pejgamberin alayhis salam. Dhe pikrisht që kjo ndodhi me këtë këto vujtje, në fund më marë bazë për me fillu llogaritja e viteve të muslimanëve, nuk është e rastishme. Nuk është e rastishme se kanë vujt muslimanët shumë. Është kanë një farforme luftë e vazhdueshme mes vërtetës dhe të pavërtetës. Luftë e vazhdueshme mes imanit dhe kufrit. Luftë e vazhdueshme mes të mirës dhe të keqës. Mes sinqertëve dhe dallavergjive. Këtë kjo për shkak se pejgamberi sa me njerëzit e vet thërshin në besim në Allah. Thërshin në fjalën la ilaha illallah, e cila është programi i jetës muslimane, e cila fjalë e ndryshon jetën e gjithë secilit prej neve. Edhe pa dyshim që gjithmonë për ka e mira, ka e mara, ka hajër. E kjo luftë ka vazhdu atëherë, o ka vazhdu edhe para kësaj kohe, do të vazhdon sot, edhe ka vazhdu në tarme. Për që ata, Allahu e ka përshkruaj, pse kanë vujt këta njerëz, pse janë maltretu, pse kanë hekë, pse ju ka marrë pasuria pa drejt, pse janë ekzekutu, pse janë përzon për shtëpia, pse ju ka marrë malli, pse janë do burri për gruas, fëmia për prindit, pse? Po thot Allahu xhaleshanuhu alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin, ata që të nxjerrën prej shtëpiave të tyre pa kurfar drejt, pa bighayri haqq, illa an yaqulu, përveç që kanë thonë, çit gjuna e kanë pas. Çit gjuna, çit me. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Veç pse kanë thonë, Zoti jonë është Allah. Por që ta ju kanë ndodhur këtu. Por që ta ndodhin sot. Mirë po është interesant që pejgamberi alayhis salam ka jetuar 40 vite si njëri i zakonshëm. Moshën 40 vjeçare, si që dim edhe histori, pejgamberi alayhis salam është vetmu në shpellën e Hira. Atje ku është përgatitur, pse nuk e ka ditë se çka është të e prit. Po larg njerëzve për me u forcu moralisht për ato çka do t'i vjenë që nuk e ka ditë pejgamberi sa. Argument që nuk e ka ditë pejgamberi sa se do të jetë pejgamber. Është kur i ka ardhur meleku Xhibril, edhe ka shku pejgamberi alayhis salam te familja vet te Hatixha, dhe ka shku i friksuar, i trishtuar. U tu që mos i ka ndodhur diçka, mos na e keqe ka prek. Ndërsa Hatixha i ka thonë pejgamberit alayhis salam, kurse se vallahi, nuk të prek ty e keqe, se ti je njeri i dobishëm për shoqërinë, ti je njeri që e respekton tafën, ti je njeri që i del ndim doktit. Ja përmend cilësitë e mira pejgamberit sa një njeri me këto cilësi nuk e prek e keqja shkatije të tu. Me këto pejgamberi ka tregu që nuk ka pas haber që ky ka me qenë zgjedhur i Allahut për me bërë këtë mision. Mirë po Hatixha për me qetësu bashkëshortin e vet, e merr pejgamberi sa edhe çon të jafëm i Hatixhës, Warqa ibn Nawfal e ka pasur një njeri i cili s'ka adhuru idhuj.
ka adhuru idhuj, ka qenë jaftë, ka lexuar pe librave të mëhershëm që janë shkollë, edhe e ka ditë që do të vijë edhe një pejgamber për mu mbyll misioni pejgamberllëkut, për mu përfundu pejgamberllëkut, ka nejtë edhe një me orë, po kush është nuk e ka ditë. Edhe qënë Hatixha te Waraka ibn Naufeli edhe me vetë, çka mundet me konë kjo që ky e ka përjetu. Kur e ndëgjon Waraka ibn Naufeli, i thëtë për Zotin dhe ty të ka ardhë, ai i cili ka ardhë Musës. Kush ka ardhë Musës? Meleku Gjibril që ja ka pru shpallin, dhe ty të ka ardhë, ai që i ka ardhë Musës, dhe ty të pas ka zgjedhë Zoti me konë pejgamber. Dhe për thëtë Waraka ibn Naufeli, Muhamedi ka Izrael. Për thëtë, ti shakon i folë. Në ditën kur kanë me të përzon, kanë me të nxerë prej shtëpisë, prej vendit tonë, prej vendlinjës. Pejgamberi sa se e dike që deri tash kujt keqe si ka bërë pejgamberi sa. Fjalët më të mira, lavdotat më të mëdha ku janë kanë, mushrikët e Mekës i kanë thonë për pejgamberin sa deri në këtë moment. Kujt keq si ka bërë? Ka thonë, a kanë me më përzon, a kanë me më nxjerë, a kanë me më bu keq. Kjo për në interesant përgjigja e Waraka ibn Naufeli që i ka thonë pejgamberit e sa. I thëtë, nuk ka ardhë asë një para teje. Me këtë mision që ka ti e nga ku, me këtë islam përva, nuk ka ardhë asë një para teje me këtë që ka ti e nga ku, e që nuk ju ka bu zullum edhe pa drejta dhe të këshia ndaj ti. Nëse i përket që ti misionit, nëse i përket dinit islam, s'ka ndodhë me ata që jenë konë për para, e s'ka me ndodhë asë me ty që me pështu për të këshijave, po kanë me të bo azab, kanë me të tenu, kanë me të maltretu, kanë me të fy, kanë me të shaj, të nuk kanë me t'i bu. Për çka? Se misioni që të ka zjedhë Zoti, që ti me konë pjesëtari kësaj feje, natyre tina është shishtë. A pe kuptojmë tash na musliman pse çdo vend do që të rrjedh gjatë për rrjedh vendin e muslimanëve. Çdo punë që po myten fëmijë, panal, të pafajshëm, gra, pleq, spitale që po shemë, në bombardon panal, cilit karakuj të akoj kanë. Nuk ka ndodhë që dikush me e pas këtë fe, e që mos mi ndodhë të qia. Se gjithmonë është ajo ana e kundër. Gjithmonë janë ata që janë mësuar me bu pa drejt, edhe i kanë mundësi, qoftë materiale, qoftë forcës, gjona të ndryshme, atyre kur ju thuhet që jeni të bu pa drejt, kështu nuk bën, ja u prish një renin. Tani ata për mi u hjek juve pe rrugës, normal që ndodhin pa, ka pasojat të mëdha. Subhanallah, në fillim davetit, në fillim tarjes pejgamberllëkut, pejgamberit tani sa hales ka dalë asnjë njeri me thirrë fe hiç. Vesh ka kallëzu që ai ka ndodhur, ka dalë njeri me kallëzu që ti ka ke pejgamber, po pas kanë me të maltretu, pas ke me hjekën këtë rrugë. Në start e ka marrë vesh në fillim që pas ka me hjekën këtë rrugë, si musliman pas ka me hjekën. Pa e boni pejgamberin a.s. kjo thonje tina që kjo mund dërzu, mu tërhek, me thonë jo dhe unë s'me marë se ka problem me mojtë këto. Asnjëherë. Për kundrazi, gjatë gjithë jetës dhe, ka thirë në këtë rrugë, asnjëherë s'u kthy mbrapa. Me vullnetin edhe forcën më të madhe. Nuk u bë pesimist pejgamberi sa. Nuk e ka futi nitin. Nuk ka thonë s'ka rezultat, s'ka bereqet. Ka di që ka ndodhur, ama vazhdimisht ka thirë. Deri sa ka orë në gjendje dhe migja e vetë cilë e ka mbrojt shumë. E Bu Talibi, e thëtë o birja, kur e shetë që më njerëzit s'pe pranojnë, po mysin panal, për ju bojnë pa drejtësi, s'është të rritë numri muslimanëve, thëtë o birja, më thëtë, bolë më thëtë se s'po mojnë moment. Bolë, a jetu e po që më nuk është ka, nuk o ka shkanë, bolë më. A këputi i mitin, ja, se këputi. Ai që punon për Allah, ai e din që Zoti se u bereqeti. Ka me qu rezultatin, ka se kujton njerit. Edhe i tha miqës vetë, o miqë, vëllaj, tha nëse ma qesin dilin krajnë e djatë, edhe hanën të majtën. Që unë e mu të rjek për i kësaj rrugë,
Thët ose mu shkatru, thët, dhe sa shkatrona ose të qetë Zoti hakun në shesh, nuk këmu të rejë. Nuk nalë për këti mision. A më mysin, a më nxerën për shpia, a më shajnë, a më fynë, a më thënë fjallë pa këndshme. One që të mision e punë zirë. Kjo rrugë është që shtu, nuk është këtë pikë i shtru, po është me thera, po është problemi, është i madhë. Edhe vazhdoj pejgamberi sa me thirr vazhdimisht, edhe pse pejgamberi alayhis subhanallahu nuk shike rezultat madh në Mekë. Në Mekë ato ku 13 vjet nga e thirr në Islam, nuk shike rezultat madh, nuk shike që ama kanë thënë dietar. Fjala edhe puna e hajri, pas sikur fara, ti mjellë, gjuje, kur bin, është tjetër kush që kujdes. Kur jep frytet, kur del rezultatet, tjetër që kujdeset për ato. Pejgamberi sa thërë kënë Mekë në Islam, nuk po shë rezultat madh. Ama ja qanë Allahu në Medinën atje që e formanë në shteti, e bënë në gjamië, edhe i gëzojnë drejtat muslimanë, edhe nuk janë mojë në qatë presion në dhunën që ishin. Tjetërkun e ka gjujtë fare, po tjetërkun Zotja ka qunë bereqiti. Po që ata s'bërë mu dështu muslimani pa marë parasysh gjendjes që eksiston. Pa marë parasysh gjendje që e ki qofë në vetë, qofë familje, qofë gjendja muslimanë në botë, nuk gëzën njëre me rajhu për mëjtë, s'u gëzën me nga të shpru njëre. Po dëtë me di që këtë dine ka garantu Allah Gjëshonu edhe pa dyshim që ka me triumfu. Edhe vazhdoj pejgamberi alayhis edhe kur shkaj në shpellën, theur, na veç pononim dhe ato pika që ka në vynë njëve për i kësaj ndëllimi, jo në aspektin historik. Dul me Abu Bekrin edhe më shefën shpellën theur, për shkak se ata deshtën me mytë, dhanë shpërbim 100 dele, kush e i nxenë gjallë ose i mytë, shku në më shefën shpellën theur. Ama krejt qka që ti ka marrë pejgamberi sa për me përgatitur udhëtimin sa më të sigur. Këtë qka që saj përket në aspektin njerëzor, çdo se anë e ka bu në formën më të përsuese. Kohën kur ka dalë, forma që shu dalë, kur e ka zgjedh mja trogun e rrugës, kur e ka zgjedh mja tregu rrugën ka më shku ma sigur, këtë to i ka marrë. Ama e ka pas në pështetjen të Allah Gjellëshonu që Zoti se hupë. Jo me nejtë në kokër shpine me thonë Zoti mi qelu mu, ja. Merë shka që tani kështë të të zuhë. Edhe kur erdhen të shpela, po këshyrin shpelë, vish poshtë pas këshyrin. Ja i thua që Marimonga është do, si transmetim. Mirë po, Allahu nuk ja u ka leju që ata me lëshu sytë të poshtë, aj që palene tina asë qërpikës në librit. Shkojnë të shpela, këshyrin, po nuk këshyrin poshtë. Shtabitat e bubekri, ja Rasulullah, ta vish njoni me bu me lëshu sytë të poshtë, kam në apë. Se shpela theur është formën e drejtë shtu për ta nësë që ngrëmë poshtë. Vish pak sytë një që poshtë kam në po që ta mërë me një Abu Bekri për dy që i treti me ta është Allahu, pështetje maksimale edhe që duhet e shnosh, edhe nuk i pa. Po largohet pejgamberi sa mas i shkunë ata për jamësyn rrugës Medinës në njëri në zunë të mbrapë. Suraka i cili a i shëram të rakë pejgamberi sa më dhe Abu Bekri. Dhe Abu Bekri thamë në zënë. Allahu tha nga bënë qare, o Allah runa me qka, ti dënë, ti qysh dënë, qysh ti ki mundësi, edhe i sharëj i kari Surakës në zalë, mas i dulë kari apet tërë me i nëzonë se pasuria, a i tërjeka ta që i ngajnë masona, apet nga i 100 deve i vishin men, edhe që i sharëj i kari apet tërë me i nëzonë, me i kapë, me këthy, edhe herën e dytë shaj për Allah që këta o problem, që janë brojtje tina, edhe herë të të po, ja që ta smuj mu ka diçka tjetër që për imbrojnë edhe për thëtë pejgamberi e sa më qëtanë. Ja frëm pejgamberi sa më fjekë me pranu Islamin nuk e pranu. Për thëtë pejgamberi sa më kam një kërkes për ti, mos kalzo që nga të po. Qita veç, vish mos kalzo që nga të po. Thëtë po të hep një premtim, po të hep një myshte, kë po ikë me kështu shpirtin e vetë, me Abu Bekri, mos përëndzoj njerëzit, s'po dina po shkoni gjallë, s'po shkoni gjallë, po në jep, po mjek mysh dhe mu përëndim, edhe shfarë përëndimi për thëtë pejgamberi sa, po ti përëndoj bëllëzyk të mbretit Kisra, mbretit më të madhë në të thamë. Ti, së një farformës, ta më nëzipë pëshu në shpirtin e vete, po më përëndoj mu di shka për qa, si ja ka kapë truni,
ama i ka besu pejgamberi sa se ky njeri kur s'ka rënë. Gjithmonë e ka folur vërtet. Por që ata dhe është obligim i njerëzve që për ata që të akuzojnë pa drejt e që i dinë që janë njerëz pastër, që i dinë që nuk kanë histori të keqe, që i dinë që këta njerëz veç mira i kanë sjellë këtij populli. Kur akuzojnë me gjëra që nuk akuzojnë me dikush shumë i ligë, edhe me rana gjendje që muslimanët mi besu atë fjalë për ta në kjo ka hije. Ky jo musliman suraka, edhe e ditë që ky nuk fol rana, ky fol vërtet. Edhe u kthy mbrapa, pejgamberi sa vazhdoi rrugën për Medinë. Edhe vazhdoi pejgamberi sa rrugën për Medinë dhe kur mrin në Medinë atje jeton pejgamberi sa pas vdekjes pejgamberi sa çka është e rëndësishme, pse ka mbet vit i ri pra. I muslimanëve në llogarit pe kësaj ndodhije, pe i shpërngulës muslimanëve pe Mekës Medinë, tash ron hall çush me aqi çfarë ndodhije me kanë fillimi i llogaritjes datave të muslimanëve. Dhanë opsione mendime ndryshme. E fundit që ka triumfoi që Omeri radiallahu e përkrahej fuqishëm, tha ndodhi as lindja e pejgamberit sallallahu as vdekja e tij, as vdekja e Isra Miraj, as njëra prej këtyre nuk mund ta me kon llogaritje e kohës për muslimanë, se janë që kanë bëjnë me një individ. Po llogaritja e kohës duhet me kon ato që kanë dhënë kontribut këtë musliman. E muslimanë bashkarisht janë shpërngul pe Mekës Medinë. Kjo tha duhet me kon do. Jo individi, jo personi, po ajo që ka e bojnë musliman në tanësi, ata që e bojnë musliman një dorë, që e bojnë musliman unanimisht, jo individa. E që sëtë musliman fatkeqësisht mjerim që sëtë musliman mas shumë të ajo që ka pi përqanë është që kjo që musliman përdojnë me kanë une mu përmenë, une me kanë, ja islami së në mësën kështë. Islami në mësën, islami me hecë për para. Muslimat me shku për para, këtë di me shku për para. Ama filani, ta kërmendej, ka vdek për jabe e sonë. Kushin na? Për që ata nuk gudzojnë mu lidhë me individ. Nuk gudzojnë me i lidhë vizionet me individi. Por duhet me kanë muslimani lartë pancë, edhe me di që detë joni është me triumfu kjo rrugë e hajri që është hajrë për njerëzimin përgjithësi. E kush bën kush do që e bën më rëndësi është që këtë din me hecë. Për që ata dhe llogaritën ndodhia i zhretit, pra stati i llogaritjes të kohës muslimanëve që kanë kontribu këtë musliman, ka thonë pejgamberi sa yedullahi ma'al jamaa. Fuqia, dora e Allahut është me unitetin e muslimanëve. Me ato kur muslimanët janë bashku, këtu vjen ndihma e Allahut. Nëse vjen musliman për çao, po çdo ditë më shumë sa më larg njëri tjetër çfarë bereqeti dhe ku presim në për nisur gjende. Inshallah Allah na bën nasip që më fillojmë të vërtetuesem më bashku me njëri tjetër e mos më për çao, me di që kemi një Zot, një Kur'an, një Kibër, një pejgamber. E nuk na ka hije, kur pishojnë tjetër që kanë besime të ndryshme, kanë ide të ndryshme, kanë programe të ndryshme, ama kur është qëllimi që me arrit një të mirë ata këndër dikuj tjetër, këtë po bojmë bashkë. E musliman këtë këtu të i pas, këtë pasunit madhe edhe me kanë përqanë, Allah është njërim. Inshallah Allah në përmësën gjendë, akuli qavli hadha, astaghfirullahi wa lakum.